njerëzve. Kjo qëndron në themel. Qofse kuptojmë këtë, kuptojmë edhe çfarë është duke bërë qeverisja aktuale në Shqipëri për 12 vitesh. Çfarë ka bërë dhe pse është një qeverisje e majtë? Sepse ka centralizuar çdo gjë. Këtu çdo vendim për çdo gjë, edhe për ngjyrën e një pallati, ngjyrën e bojës të një pallati në Vlorë, vendimin e merr kryeministri. Ai kontrollon gjithë mjetet e prodhimit, gjithë kapitalin, kanalizon se ku do shkojë ky kapital. Dhe këtë e bën nëpërmjet 5 ose 6 që atyre që ne quajmë oligark, që mund të jenë që janë disa kompani të cilat janë të lidhura me këtë kryeministrin. Pra ata nuk ja kanë dalë në ban si pasojë e tregut, e aftësive të tyre për t'ia dalë në treg e meritokracisë. Ja kanë dalë për shkak të lidhjeve që kanë me shtetin, me qeverinë, me burokracinë, me kryeministrin. Dhe ky është modeli ekonomik i centralizuar që ne kemi në Shqipëri sot, ku vendimet i merr çdo një individ i caktuar nëpërmjet proksive të vet. Në komunizëm ishin kooperativat, tash janë disa kompani, disa korporata të cilat sërish nga ai kontrollohen. Dhe ky është modeli ekonomik i centralizuar që ne kemi ngritur. Kjo është e majta në versionin e vet më të keq që ne kemi ngritur në Shqipëri. Dhe është për të arritur aty me çfarë mbahet ekonomia jonë sot. Ekonomia jonë sot mbahet me parat e pista që vinë në sektorin e real estate-it, e pasurive të patundshme, dhe me turizmin. Ndërkohë, deri në vitin 2020, për 10 vite, 2023, diçka e tillë, ekonomia shqiptare është mbajtur me 2 projekte të qeverisë Berisha, me kaskadën e Devollit dhe me Tapin. Dhe natyrisht ishin dhe këto elementet e parave të pista e tjerë të kësaj qeverie. Me mbarimin e këtyre 2 projekteve madhore të qeverisë Berisha, që zgjatën 10 vite në qeverinë Rama, ekonomia shqiptare ngeli vetëm në mëshirën e këtyre parave të pista që vinin kanalizoheshin me miratim shtetëror drejt sektorit pasurive të patundshme. Dhe natyrisht turizmit, një turizëm i cili pati bumin e vet dhe pas Covidit, kur u zbulua nga turistë të ndryshëm nga vendet europiane, të cilët vinin këtu dhe vazhdojnë vinë sepse shikojnë Shqipërinë si një gjë egzotike. Po këta janë turistë të cilët nuk kthehen më. Dhe turizmi në Shqipëri vazhdon të jetë ende një turizëm low cost, ku edhe ata ku kostoja e ekonomisë shqiptare, qytetarit shqiptar, taksapaguesit shqiptar është më e madhe për këta turistë që vinë se sa benefiti që qytetari shqiptar merr nga këta turistë. Është një turizëm sezonal, i cili ndikon patjetër dhe te papunësia, sepse punësimi është sezonal. Pra, për ta përmbledhur, është një model ekonomik i paqëndrueshëm për të pasur një zhvillim të qëndrueshëm afatgjatë në Shqipëri. Nga ana tjetër, Partia Demokratike kishte modelin e saj. Thoshte duhet të forcojmë individin, qytetarin shqiptar, duhet të forcojmë familjen shqiptare, sepse ne kemi besim që individi, që qytetari shqiptar mund t'ia dalë vetë mban nëse ne i ulim taksat, nëse ne i japim incentivat e duhura që të çlirojë gjithë potencialin e vet ekonomik, që të ketë mundësi për të shkolluar, të ketë mundësi për gjetur punë në tregun e lirë, për t'ia dalë mban në këtë treg, për ta zvogëluar këtë dhunën e madhe shtetërore. Dhe një individ që është i mirë shkolluar, një individ që ka mundësitë ekonomike, është i aftë më pas edhe ta kundërshtojë shtetin, edhe t'i bëjë ballë presionit të madh të burokracisë shtetërore. Natyrisht. Ishte një propozim, një vizion dhe vazhdon të mbetet i Partisë Demokratike për të forcuar tregun e lirë, për të forcuar prodhimin, për të rikthyer prodhimtarinë në Shqipëri. Sot Shqipëria është duke shkuar në një vend që nuk prodhon më. Ne kishim në fokus prodhimtarinë, forcimin e agroturizmit, të bujqësisë, të blegtorisë e tjerë me radhë. Pra, për të ndërtuar një ekonomi që garanton një zhvillim të qëndrueshëm dhe që kthehet në pasurim për individin, sepse ty mund të rritet prodhimi brendshëm bruto, të rritet nga shpenzimet qeveritare, nga në formulën që llogaritet janë shpenzimet qeveritare që ndikojnë investimet, eksportet, importet, konsumi e tjerë me radhë. Pra, të rritet GDP aty formalisht nga si shtet, si ekonomi, nga shpenzimet që bën qeveria, që mund të jenë shpenzime kot pa ndonjë produktivitet, por kjo nuk përkthehet në rritje të pasurisë së çdo individi, të mirëqenies së çdo individi. Pasuria, mirëqenia e çdo individi rritet nëse ne krijojmë një model ekonomik që atyre u garanton një punë dhe një pagë konkurruese dhe një treg të lirë dhe një sipërmarrje të lirë dhe konkurruese.
Nëse vijon ky model ekonomik që ne kemi tani, pra me këtë qeveri që është, ku shkon? Mund të jetë, po ju thoni që nuk është i qëndrueshëm aty, po mund të zgjasi, mund ta shtypë ne edhe ca duke pastruar para, duke bërë kulla me atë turizëm që vjen, ka frikë, ka një farë friket përhapur tani se mos është një flusk kjo e ndërtimeve dhe pëson në një moment caktuar një kolaps. Çfarë rreziqesh ka një ekonomi e tillë? Mund të rezistojë për shembull goditjeve duke qenë shumë informale në bazën e saj, apo ka rreziqe të tjera pastaj? Çdo na ndodhi është pyetja. Se sa mund të vazhdoj këtë, unë nuk di ta them dhe nuk besoj se ka njeri që di ta thotë. Po patjetër. Sepse kriza mund të fillojë në momentin që mbyllet ky rubineti i parave të pista, për shembull, dhe mund të kemi kjo fllucka e madhe, unë mendoj se është një flluck në sektorin e pasurive të patundshme, sepse nuk shikoj që janë këto themelet të forta. Pra, rritja e çmimit për shembull në sektorin e pasurive të patundshme ka ardhur si pasojë e rritjes së kërkesës së qytetarëve shqiptar, sepse ata kanë një mirëqenie më të madhe, u janë rritur të ardhurat, kanë më shumë mundësi për të blerë. Mua nuk më rezulton se është kështu. Sepse një qytetar shqiptar me punë të ndershme sot nuk besoj se përballon dot që të blej një apartament as në qendër të Tiranës, pas në periferi